Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muj. Ja ku kthehemi përsëri shikues nderuar, jemi me doktor Udin Gjeka, është kardiolog, është një doktor ekscelent, ka mbaruar shkëlqyeshëm universitetet në Evropë dhe këtu në Amerikë. Dhe është doktori juaj që ndjekim bisedën sepse keni çdo njeri ka nevojë për këtë doktor, se çdo njeri nga ju ka një zemër e pas të shëndetshme, por ndonjëherë kur keni nevojë, telefonojmë doktorin. Nga pikpamja e financimit, ishte zgjedhur kjo privatisht apo kishte ndonjë lehtësi dhe kur është një student i shkëlqyeshëm si puna juaj, a ka ndonjë favor? Po dhe nga ana tjetër, këto trajtimet e studentëve kur je i huaj, a kishte ndonjë dallim apo s'kishte probleme? Çfarë kujtime keni? Ka ona financiare, unë kam pas bursë plot për gjithë 6 vjet të studimit. Vitin e parë bile nuk e kisha se nuk e disha si u aplikote, se unë si me thonë, koha që unë kam bo studimet në Itali, janë kënë studentat e parë shqiptarë që kanë shku në Itali. Nuk ka pas, masanej vazhdu në ushtu, u bom shumë studentat shqiptarë në Perugja, edhe në filialin e Ternit, bile që është kënë fakulteti mjekësisë edhe atje. Por fillimet, po nuk ta tregoj dikush rrugën tamam, nuk i mësoshe gjonat ka ona e vështirë, e ke parasysh, masi i kaloshe. Ka po vështirësitë e veta, si me thonë, por ka ona financiare, prind na kanë ndihmu për herë, se ti për shembull kishe ushqimin fal, kishe fjetjen fal, ti jepshin njësoj dikun të 700 euro në vit me shpenzu në libra, po librat ishin jashtëzakonisht shtrejt. Prind tanë për herë na kanë ndihmu me sa mundësi kanë pas. Dëbetohem edhe të lyp bërgj sa herë shkoshim në verë, se thote baba ndarë, se i shlujmë karakadol, thoshte, e ke parasysh, por nuk kena bo jetën e italianëve, por jena munu me u integru edhe me jetën sociale në Itali. Fillimet ishin vështira edhe me u integru në jetën sociale italiane se vishem atë parajgjykimin se shqiptar, me të thonë drejtën. Ishte në përgjithësia, ti u do të sikur do që të provoshe se ti e i denjë për shoqërinë italiane. Por këto ishin sidomos në vitin e parë e dytë, masanej gjithçka u liru, po ishte studentat e mirë, jo vetëm që i vlerësoshin, se vlerësohen gjithanej, por edhe venet kampet e konvikteve ishin në grupe. Studentat e mirë kanë pas, si me thonë, godinat më të mira, si të fjetjes, si mencën, të paktën atje ku jam kënune. Ma ka bo më të lehtë, do me thonë, po mos të kisha pas bursë, se unë e shifsha edhe studentat e mirë që sikur vetëm për pak kohë sikur ta leshe mas dorët, masanej është shumë e vështirë me e kapë edhe herë. Edhe e humshin bursën, po fillove punë në studio, e humat inercinë e studio. E ke parasysh, edhe atëherë gjithçka ishte me sezone. Leksionet 3 muaj, 2 muaj provime, fillote sezoni tjetër, po nuk je jashtë me provimet, i sikur i provim ta leshe mrapan, çdo vit të shtote, çdo sezon të shtote, e ke parasysh? Pranaj, si të shasër edhe herë, menimin e prindve, s'kam pas nevojë me punu, si me thonë, por jam dediku studimit, me mishë me shpirt, edhe e kam marru krejt mirë, do me thonë, me ekselencë në Itali. A kishte studentë të tjerë shqiptarë në ato universitet? Po, në Universitet Perugjës une disa në mjekësi, por edhe në fakultetet e tjera. Si shtash edhe motra është në fakultet të ekonomisë, ka marru ekonomi në Itali dhe këtu është punë në të fush. Por shqiptarët, kur je larg vendlinjes, mjafton të jesh shqiptar, duket që je ke familjar, e ka ndihmu njëri tjetrin, me të thonë drejtën nuk ja harroj asnjëherë një studenti që ishte para nesh 1-2 vite, sa na ka ndihmu
pra aty e njofta, në aplikime njërën tjetër, por gjysë ditët ka hargju me mua dhe me i shok tjetër me drejtu në rrugën e duhur, se nuk kishim guid, se si e se tek. Ti e merrshe si mision për mi vete dhe ishe gjithçka mi ty. Pra, ju mbasi mbaruat universitetin në Itali, ende rajuar të ktheqen në Shqipëri dhe kirurg. Si ndodhi që ju erdhët në Amerikë, kardiolog tashme, po jo vetëm kardiolog në një fush, po ke disa specializimet. Po ishte i vendim që ju do të me marrë në atë për ju. Maroj fakulteti mjekësisë, u do të një specializim. Në Itali, unë kisha qef me nejtë me marru kirurgjin, aso kohet, por si që tash edhe herë, synimi i familjes tonë është kënë mu ba bashkë. Edhe motra e madhe e orkestroj mas mirit, mori motrën e vogël për porën që ishte me mu, unë pa të ardhë bile, e majme në vit 3 mjekësis si vizitor, që me e pa paka shumë, po të takuj mjek, që më ka një mu, një mjek i huj, edhe e dava mene, do me thonë, nuk po rinë Itali, po viktej, ka me marrë ca kohë me i konvertu provimet e mu afirmu, po ama me familje. Po realiteti është shumë ma i fështirë se sa e menova. Pikës pari se gjuhën angleze unë nuk e kisha të përvetësume, se unë për herë kam dash me shku në Itali, jam kushtu ma shumë italishtes. E gati 2 vjet kam shpenzu në kohën e gjusë, kur erdha. Plus që erdha me vizë turistike, mu desht me e këthuj në vizë studentit këtu. Gjatë kohës që isha student, si që ke parasysh, makina, dongazin, celulari, edhe kam punu rreth 2 vite i gjysë në restorant, një restorant italian biles, në për darka, gjatë ditë lexosha, studiosha, në darkë punoshe në restorant. Bile ka i herë edhe atë burën e motrës vogël, sa i ka punu me nërtimin, edhe ata e kam një mu bile, disa herë, se ti e ke parasysh kultura këte është krejt nëshë, thote, pa, disa edhe nuk e besoshin se e kam marru për mjekësi, të betohem. Ku po punon thote mjeku në restorant ose po fillimet derisa ta afirmohesh këtu jeta nuk është e lehtë. Jeta në Amerikë është shumë e vështirë. Por ama po punove merr hakun. Masi përvetësova anglishtën, kalova TOEFL, u hyna studimet mjekësisë, edhe janë 3 steps, një është i ndam 2, shumë të vështirë, me të thënë drejtën, sa është edhe mënyra e testimit është ndryshe për në Europë. Atje ishe u mësova si orator. Bën pyetje të kthej përgjigje. Këtu e ke gjithçka me shkrim edhe me kohë. Ke 75 sekonda me lexu me dhënë përgjigje. Ti mund të dish gjërat, po nuk po spate hapin e shpejt, ti lën 10-15 pyetje pa përgjigj për çdo blok. E ishin 8-9 bloqe, 8 orë rresht provim për secilin step. E vështirë për mënyrën e edukimit që kisha marrë në Itali, se ishte krejt ndryshe. Por kishte kurse preparatore që u përgatita dhe i kam kalu krejt mirë, edhe gjatë kohës që po përgatitësha, u ekspozova, si me thonë, kardiologjisë, pra nej se unë gjithmonë kam dash me bon diqa me dur. Kisha binjen se kisha linë me bon diqa me dur, pra kirurgji. Edhe fusha e kardiologjisë, si kur po më plotësote se ka aq specialitete, që e baj edhe sot, so me dur punoj, e ke parasysh se nërhymje kardiovaskulare e baj. Por ekspozova të një kardiolog i Babs, këtu, një Sirian bile, edhe aty fillova me ushqyën kardiologji, e pash më ka marrë me veti edhe në spital, me pa se qa procedura që i bate, e thash maroj, kjo është aje që du me banë. Por këtu ka specialitet ma specialitetit, për me shku të kardiologjia du të me banë mjekësit mrenshme, 3 vjetë, kam banë në universitetin në Wayne State University, kam banë residency. Atëherë, gjdo gjë është me konkurs. Marën mjekësinë e mrenshme,
duhet me marru mirë biles, që me zgjell këto degët e mira të mjekësisë mbrëmshme, siç janë sidomos kardiologjia, gastroenterologjia, janë më të kërkumet. Gjatë rezidencisë duhet mundësisht me pas edhe titull si chief resident, je prej atyne që i ban scheduling për shembull të rezidentëve të tjerë, jam kënë për 2 vite. Edhe ajo t'jep, si me thonë, atë autoritetin, atë prerequisites, si beta thonë, se s'po më vjen as shqip tash, po kualifikimin e duhen, plus kërkimet, publikimet, e aplikova për kardiologji, e mora që me vitën e parë, e kam bërë në Trinity Health in Oakland, 3 vjetë kardiologji, edhe masanej shkova në specialitetet e fushë të interventional cardiology, pra të nërhymje në zemër, të vascular intervention, të nërhymjeve në arteriet e qarkullimit gjakut, qoftë ato në kam, në qafë për stroke karotidet, gjitha arterieve kryesore që dalin prej aortës, si me thonë që është ena e gjakut më e madhe në trup. Por gjithashtu edhe smundjeve strukturale, pra valvulat, smundje që mund të kesh linë me to, këto smundjet që në Shqipëri ju thoshin me vrim në zemër, si me thonë, i mylli këto prej, po pa përdor, so kirurg pa përdor bisturi, kjo është zanadi jem, si me thonë, vetëm në përmjet kanaleve kardiovaskulare. Dhe aktualisht për të përmbledhur, në cilat specializime jeni? 3, 4, 5 janë? So, mjekësia e mbrëmshme ka bordin e vetë. So, board certified në mjekësi të mbrëmshme, masaj kardiologjia ka bordin e vetë. Mjekësia e mbrëmshme në çfarë përfshill? Si mjek i përgjithshëm. So, kur i marrën 3 vjet mjekësi të përgjithshme, mundesh munal aty me punu mjek i përgjithshëm. Pra, të respektuarin baba Nuen e ke arritur mjekësi e përgjithshme fillimisht. Po, babin se kam arrit as mas këtyne 5 specializime, sidomos kur pysim ata të velipoj. Mjek si doktor, se i kanë thonë në Shqipëri doktor Noshi. Ashtu i kanë thirr, në gjeka ka emrin, taman. Mjek si baba jetë të s'ka, edhe jam dorëzu, do me thonë, as nuk konkuroj hiq me te. Në sytë e bashkatdetarëve të mi që në atë ko i matë ka praktiku. Ka shumë shtira me praktiku mjekësi atëherë. Por po, ato 3 vitet e para bësh mjek i përgjithshëm, masanej kalon në specialitetet e përkatëse, kardiologjia është një nër to. Pra në kardiologjia ka bordin e vetë gjithashtu, so ka 3 vite kardiologji, duhet me thonë bordin e kardiologjisë, edhe gjatë kardiologjisë ka specialitetet vetë atë tjerat. Nuclear medicine, pra me lezu nuclear stress test, board certified edhe në nuclear cardiology, edhe në ekokardiografia, edhe në vascular. Edhe kur bana interventional cardiology, edhe ajo ka bordin e vetë. So, 6 borde. Doktor, do më falësh, shikues nderuar, kalojmë publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë me doktor Gjekën.